Mirëmëngjes të nderuar televizionistë të Drita Televizion, jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 22 janar dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. –22 janari është dita 22 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 343 ditë. Ngjarje. 1889. Columbia Phonograph u formua në Washington DC. 1927. U bë emetimi i parë i drejt për drejt në të gjithë botën i komentit të ndeshjes futbollistike Arsenal vs Sheffield United në Highbury, ndeshja përfundoi 1-1. 1980. Andrei Sakharov u arrestua në Moskë. 1983. Bjorn Borg u pensionua nga tenisi pas të fituarit të 5 titujve në kampionat. 1987. Politikani i Pensilvanisë, R. Bud Dower, vrau veten gjatë konferencës. 1990. Robert Tapan Morris Jr. u akuzua për emetimin e krimit në internet në vitin 1988. 1992. Misioni SST-42, Dr. Roberta Bondar, u bë gruaja e parë kanadeze që ka udhëtuar në hapësirë. 1997. Madeleine Albright u bë gruaja e parë sekretare e Shteteve të Bashkuara. 1999. Misioni australian Graham Staines dhe 2 djemtë e tij u varrosën të gjallë nga hindut duke fjetur në veturën e tyre në Indinë Lindore. 2006. Evo Morales u zgjoll presidenti i Bolivisë. 2007. Hapet gjykimi i vrasësit serial kanadez Robert Picton në New Westminster, British Columbia, Kanada. Në vitin 1506, ku 150 gardistë zvicerian bëri në Vatikan për të shërbyer papës, duke shënuar fillimin e gardës zviceriane, njësisë më të vogël dhe më të vjetër ushtarake në botë. Në vitin 1905 kemi ditën e përgjakshme në Shën Petersburg, Rusi. Protestues paqësorë që kërkonin reforma u masakruan nga trupat cariste. Në vitin 1943, forcat aleate kapin qytetin Tripoli në Libi gjatë luftës së dytë botërore. Në vitin 1973, ish-presidenti amerikan Lyndon B. Johnson dëroi jetë vetëm 2 ditë pasi presidenti Nixon shpalli fundin e luftës në Vietnam. Dhe në vitin 2006, Evo Morales betohet si presidenti i parë indigjen i Bolivisë. Lindje. 1440. Lindi Ivani III, princi i madh i Moskës. 1561. Lindi Francis Bacon, filozof anglez. 1788. Lindi George Gordon Byron, shkrimtar anglez. 1891. Lindi Antonio Gramsci, filozof dhe teoricien italian. 1949. Lindi Phil Miller, kitarist anglez. 1949. Lindi Steve Perry, këngëtar amerikan. 1960. Lindi Michael Puchense, këngëtar australian. 1965. Lindi Steven Adler, baterist amerikan. Në vitin 1561 kemi ardhur në jetë të Francis Bacon, filozof, shkencëtar dhe politikan anglez, themeluesi i metodës shkencore. Në vitin 1729, Gotthold Ephraim Lessing, shkrimtar dhe dramaturg gjerman, një nga përfaqësuesit kryesor të iluminizmit gjerman. Në vitin 1788 kemi ardhur në jetë të Lord Byron, poet romantik anglez, një figurë e shuar e letërsisë botërore. Në vitin 1906 kemi ardhur në jetë të Robert E. Howard, shkrimtar amerikan dhe krijuesi i personazhit të famshëm Conan the Barbarian. Në vitin 1940 kemi ardhur në jetë të John Hurt, aktor i njohur britanik, i njohur për role në filma si Elephant Man dhe Harry Potter. Vdekje. 1901.
Vdiq mbretëresha Victoria, mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuara Britanike dhe Irlandës. 1959. Vdiq Mike Hawthorne, garues me makina. 1973. Vdiq Lyndon B. Johnson, presidenti i SBA-ve. Edhe në vitin 1666 kemi ndarjen nga jeta të Shah Jahan, perandori i madh Mughal i njohur për ndërtimin e Taj Mahalit. Në vitin 1901, mbretëresha Victoria e Britanisë së Madhe, një nga monarkët më të gjatë në fron, ndorroi jetë. Në vitin 1922, Papa Benediktu, kreu i Kishës Katolike gjatë luftës së parë botërore, ndorroi gjithashtu jetë. Në vitin 1973 kemi ndarjen nga jeta të Lyndon B. Johnson, presidenti i 36 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe në vitin 2008, Heath Ledger, aktor australian fitues i çmimit Oscar për interpretimin e Jokerit në filmin The Dark Knight. Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e mbretëreshës më të njohur në Mbretërinë e Bashkuar, Victoria. Ju ftoj që ta ndiqni. Alexandra Victoria, 24 maj 1819, 22 janar 1901, ishte mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës nga 20 qershor 1837 deri në vdekjen e saj, më 1 maj 1876. Ajo miratoi titullin shtesë së perandorisë së Indisë. Victoria ishte vajza e princit Eduard, djali i katërt i mbretit George III. 2 duka i Kentit dhe mbreti George III vdiq në 1820 dhe Victoria u rrit në mbikëqyrje të ngushtë nga nëna e saj gjermane, princesha Victoria e Sage Kobuk Salfield. Ajo trashëgoi fronin në moshën 18 vjeçare, pasi të 3 vëllezërit më të mëdhenj të babait të saj kishin vdekur të gjithë, duke mos lënë fëmijë të lishëm. Mbretëria e Bashkuar ishte tashmë një monarki kushtetuese e themeluar, në të cilën sovrani kishte relativisht fuqi të drejtpërdrejtë politike. Privatisht, Victoria u përpoq të ndikonte në politikat qeveritare dhe emërimet ministrore. Publikisht, ajo u bë një ikonë kombëtare e identifikuar me standarde strikte të moralit personal. Victoria u martua me kushërinë e saj të parë, princin Albert i Saxe-Coburg dhe Gotha, në 1840. 9 fëmijët e tyre u martuan në familje mbretërore dhe fisnike anë mban kontinentit. I bën ata së bashku dhe ajo fitoi epitetin Gjyshja e Evropës. Pas vdekjes së Albertit në 1861, Victoria u zhyt në vajtim të thellë dhe shmangi shfaqjet publike. Si rezultat i izolimit të saj, republikanizmi përkohësisht fitoi forcë, por në gjysmën e dytë të mbretërimit të saj, populariteti i saj u rikthye. Jubilejnë të saj të artë dhe diamante ishin kohët e festimit publik. Regjimi i saj 63 vjeçar dhe 7 muaj ishte më i gjatë se ai i pasardhësve të saj dhe njihet si epoka e viktimës. Ishte një periudhë e ndryshimeve industriale, kulturore, politike, shkencore dhe ushtarake brenda Mbretërisë së Bashkuar dhe u shënua nga një zgjerim i madh i perandorisë britanike. Ajo ishte monarku i fundit britanik i shtëpisë së Hanoverit. Djali dhe pasuesi i saj, Eduard i VI, filluan shtëpinë e Saxe-Coburg dhe Gotha, rreshtin e babait të tij. Në vitin 1887, perandoria britanike festoi jubileun e artë të Victorias. Victoria shënoi 50 vjetorin e antarësimit të saj më 20 qershor me një banket ku u ftuan 50 mbretër dhe princa. Ditën tjetër, ajo mori pjesë në një procesion dhe në një shërbim falënderimi në Westminster Abbey. Në këtë kohë, Victoria përsëri ishte jashtëzakonisht popullore. 2 ditë më vonë, më 23 qershor, ajo angazhoi 2 musliman indian si kamarier, njëri prej të cilëve ishte Abdul Karim. Ajo promovua së shpejti në Munshi, mësoi urdinë e saj, të njohur si Hindustani, dhe vepronte si në punës. Familja dhe mbajtësit e saj ishin të tmerruar dhe akuzuan Abdul Karimin për spionimin e lidhjes patriotike muslimane dhe për anashkalimin e mbretëreshës kundër hinduzëve. Djali i Sir Henry zbuloi se Myunshi
kishte gënjyre për prindërit e tij dhe raportoi tek zoti Elgin. Më 23 shtator 1896, Victoria e tekaloi gjyshin e saj George III si monarkun më të gjatë në historinë angleze, skoceze dhe britanike. Mbretëresha kërkoi që çdo festim i veçantë të shtyhej deri në 1897, që të përkonte me jubileun e saj të diamantit, i cili u bë një festival i perandorisë britanike me sugjerimin e sekretarit kolonial Joseph Chamberlain. Kryeministrat e të gjithë pushteteve vetëqeverisëse u ftuan në Londër për festimet. Regjistrimi i jubileut të mbretëreshës me 22 qershor 1897 pasoi një rrugë 6 mile gjatë Londrës dhe përfshiu trupa nga gjithë perandoria. Procesi u ndalua për një shërbim të hapur falënderimi që mbahen jashtë katedrales së Shën Palit, gjatë së cilës Victoria ul në karrocën e saj të hapur për të shmangur që ajo të ngjitej në hapa për të hyrë në ndërtesë. Festimi u shënua nga turma të mëdha të spektatorëve dhe shpërthime të mëdha dashurie për mbretëreshën 78 vjeçare. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete ku sot të flasim për Wi-Fi-n. A e dini se si është pikur Wi-Fi? Wi-Fi është një teknologji e rrjeteve pa tel që lejon kompjuter, disa telefona inteligjent, iPad, konsola dhe lorave dhe pajisje të tjera të komunikojnë përmes një sinjali me val. Pothuajse në të njëjtën mënyrë si një radio mund të sintetizohet në një sinjal radiostacioni përmes valve, pajisja juaj mund të marrë një sinjal që e lidh atë me internetin përmes ajrit. Në të vërtetë një sinjal Wi-Fi është një sinjal radio me frekuencë të lartë. Dhe në të njëjtën mënyrë që rregullohet frekuenca e një stacioni radio, standardet për Wi-Fi janë gjithashtu. Të gjithë kompjuterit elektronik që përbën një rrjet me val, pajisja juaj ose routeri për shembull bazohen në një nga standardet 802.11 që janë vendosur nga Instituti i Inxhinierëve Elektrik dhe Elektronik dhe Aleanca e Wi-Fi-t. Aleanca Wi-Fi emërtoi emrin Wi-Fi dhe promovoi teknologjinë. Teknologjia referohet gjithashtu si WLAN, e cila është shkurtesë për rrjetin lokal të zonës pa tel. Sidoqoftë, Wi-Fi është bërë padyshim shpreha më popullore e përdorur nga shumica e njerëzve. Routeri është pjesa kryesore e pajisjes në një rrjet pa tel. Vetëm routeri është i lidhur fizikisht me internetin në një kablo Ethernet. Më pas routeri transmeton sinjalin radios me frekuencë të lartë, i cili transporton të dhëna në dhe nga interneti. Përshtatësi në cilën do pajisje që po përdorni merr dhe lexon sinjalin nga routeri dhe gjithashtu dërgon të dhëna përsëri në routerin tuaj dhe në internet. Këto transmetime shohin aktivitet dhe rrjedhën e sipërme dhe të poshtme. Pasi të kuptoni se si ekzistojnë disa kompjutere që krijojnë Wi-Fi, mund të shihni se sa e vështirë do të ishte emërtimi i një shpikësi të vet. Së pari duhet të ekzaminoni historinë e standardeve të 802.11 frekuenca radio e përdorur për transmetimin e një sinjali Wi-Fi. Së dyti duhet të shikoni pajisjet elektronike të përfshira në dërgimin dhe marrjen e një sinjali Wi-Fi. Nuk është për të habitur që ka shumë patenta të lidhura me teknologjinë Wi-Fi, megjithëse veçohet një patentë e rëndësishme. Vic Hayes është quajtur babai Wi-Fi sepse ai krijoi komitetin IEEE që krijoi standardet 802.11 në 1997. Para se publiku të dëgjonte për Wi-Fi, Hayes vendosi standardet që do ta bënin të realizueshëm Wi-Fi. Standardi Tani ne do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur portfolio e vlerave ushqyese të panxharit. Panxhari i kuq është një nga perimet më të mira shqiptare dhe kultivohet gjërësisht në tokat më pjellore të vendit. Vërtet është i vogël, por bën një punë shumë të madhe në trajtimin e problemeve të shëndetit. Ai ndihmon me tensionin e lartë të gjakut, anemin, tretjen, lëkurën dhe ndihmon në parandalimin e problemeve me veshkat dhe sëmundjeve të zemrës. Por prisni, nuk kemi mbaruar. Panxhari gjithashtu ju ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, parandalon formimin e perdeve të syrit dhe problemet e frymarrjes. Panxhari i kuq ka shumë vlera shëndetësore, duke qenë se është i pasur me vitamina, minerale dhe përbërës organik si karotenoidi, vitamina C, magnezi, hekuri, bakri dhe fosfori, duke qenë në të njëjtën kohë dhe një burim i shkëlqyer me antioksidues. Ata kanë shumë pak kalori, nuk përmbajnë kolesterol, por kanë dhe përmbajtjen më të lartë të sheqerit natyral nga të gjitha perimet. Bën shumë mirë për zemrën. Fibrat që ndodhen tek panxhari i kuq ndihmojnë për t'ulur nivelin e trigliceridëve dhe kolesterolit, duke ngritur nivelin e kolesterolit të mirë.
Trigliceridet në nivel të lartë rrisin shumë mundësinë për të pasur një atak kardiak, ndërkohë që konsumimi i panxharit e ul këtë nivel falë përbërësve të tij. Redukton efektet në lindje. Panxhari është një produkt i shkëlqyer për gratë shtatzëna. Duke qenë se është një burim i mirë për vitamina B folat, ai ndihmon në zhvillimin e shtyllës kurrizore tek bebet. Mungesa e folatit sjell një sër defektesh tek të porsalindurit. Parandalon zhvillimin e qelizave tumorale. Studime kanë treguar se panxhari është i mirë në parandalimin e qelizave të dëmshme të lëkurës, mushkërive dhe sistemit tretës, duke qenë se përmban pigmentin beta-cianin, i cili pengon zhvillimin e tyre. Parandalon problemet dhe perdet e syve. Plot me beta-karoten, panxhari ndihmon në parandalimin e kataraktit ose perdjes së syrit, por edhe problemeve të tjera të dobësimit të shikimit që vijnë si pasojë e moshës. Redukton presionin e gjakut. Sjelësia e lartë e nitrateve reduktojnë presionin e gjakut, kështu që konsumimi i 2 gotave lëng panxhar çdo ditë mund të reduktojë në mënyrë dramatike presionin e lartë të gjakut. Trajton inflamacionet. Panxhari është i pasur me antioksidant, të cilat rrisin imunitetin dhe luftojnë inflamacionet. Trajton kapslëkun. Lëngu i panxharit trajton problemet e tretjes dhe përmirëson metabolizmin, kështu që efektet e tij në tretje të ushqimit mund t'ju ndihmojnë të kuroni dhe kapslëkun. Trajton anemin. Panxhari i kuq është i pasur me hekur, i cili ndihmon në rigjenerimin e qelizave të kuqe të gjakut, rrjedhimisht parandalon anemin. Përmirëson lëkurën. Kjo perime është e jashtëzakonshme kundër plakjes, fal folateve me të cilat është i pasur. Folatet parandalojnë rrudha dhe problemet të tjera të lëkurës. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 22 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot të lagësh me rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga shirat e her pas hershme në ulësirën perëndimore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me rreshje në zonat lindore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 22 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 22 janar do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 9 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 7 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj 6 deri në 11 gradë Celsius. Elbasan 6 deri në 10 gradë Celsius. Berat 7 deri në 12 gradë Celsius. Korçë -2 deri në 4 gradë Celsius. Vlorë 8 deri në 12 gradë Celsius. Gjirokastër 5 deri në 11 gradë Celsius. Sarand 9 deri në 14 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 22 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të ftohta dhe të paqëndrueshme me mot kryesisht me vranësira. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira, ndërsa pasditja vijon me intervale pa rreshje në shumicën e qyteteve.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 22 janar 2026 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 22 janar do të jetë rreth orës 6:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 7 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 6 gradë Celsius. Pej 1 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 7 gradë Celsius. Malishev -2 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 5 gradë Celsius. Suharek -1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 6 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion, ndërsa nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.